Është në aspektin strategjik është tetë e rëndësishme pozicionimi i Kosovës, sepse deri më tani Kosova është konsideruar si vendi që ka konsumuar vazhdimisht siguri, po tani në kuadër këtij misionit të mundshëm i cili më prit nga ana Konvent Republikës Kosovës të jepet edhe drita e gjelbër, mund të ofrojë në aspektin strategjik një balancë të ri të sigurisë edhe Kosovën ta vendosë në një pozicion të rëndësishëm, sepse Kosova përmes kësaj forme e arrin domosdoshmë që në 2028 të jetë pjesë përbërëse e NATO, sepse është një nga sfidat themi praktike, operacionale, taktike dhe strategjike me të cilat do të ballafaqohemi para se të hyjmë në Aleancën Veriut-Atlantike. A duhet votohet kjo nga deputetët, pra sa është le të themi për ne pozitive, nëse pasi që edhe vetë Albin Kurti tha se është kërkesë nga Shtetet e Bashkuara dhe është në koordinim me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sa ndihmon kjo FSK? Unë mendoj që subjektet politike në Republikën e Kosovës nga tabori i shqiptarëve të gjitha kanë përshëndetur a priori që është në dërgimit të në kontingjentit të FSK-s në pjesën e Gazës në një mision paqërues dhe mendoj që do duhet të votojnë të gjithë deputetët e Republikës së Kosovës. Ne dimi që lista serbe ka qëndrime negative që përket avancimeve më të tëshme profesionale të FSK-s drejt përmbylljes së procesit transformimit në 2028 në forcat armatose të Kosovës. Prandaj unë mendoj që nuk shon ndonjë pengesë pranë në pjesën e miratimin nga ana e deputetëve dhe pritet vetëm çështje teknike strategjike me Aleancën në këtë rast me Shtetet e Bashkuara të Amerikës që të përmbyllet çështje teknike se cilat njësi do duhet të jenë relevante në atë mision, sa do të duhet jetë numri i pjesëtarëve në atë mision. Misioni do të ketë edhe fazat të saj, fazën parapërgatitore, fazën e parë, 2 dhe 3, pra gjitha këto fazat marrin kohë dhe analizë në nivelin shtabor, sepse ju dini që në kuadër të kësaj force ndërkombëtare e cila është më në krye të Bashkuara të Amerikës, ekziston shtabi i cili do të përkujdeset për kërkesa specifike të terrenit dhe popullatës dhe misionin a priori primar të FSK-s në pjesë të ndryshme të Gazës, por do duhet të shqyrtuar në aspekt në asoj se a do të kemi kërkesë nga vetë faktorët ndërkombëtar që të jemi prezent me një numër të konsiderueshëm, ku themi këtë gjë, ne dimi nga e kaluara nga praktika jonë në Republikën e Kosovës, tani me kontingjente të cilën rreth 300-600 varësisht nga specifikacionet, varësisht nga terreni, varësisht nga kriza e cila gjendet në një territor të caktuar. Unë mendoj që Kosova do të sillet rreth numrit 400 deri në 500. Ne do të kemi edhe njësi të kërkim shpëtimi, sepse jemi të specializuar në këtë segment, do të kemi edhe njësi të policisë ushtarake, segmenteve të tjera të komunikimit, logjistikës, do të kemi njësi të inteligencës ushtarake që do të bashkërendojnë, bashkëpunojnë dhe do të shkëmbejnë informacione relevante për të përmbyllur këtë mision me sukses. I përmendë le themi specifikat më të forta të FSK-s, por cilat specifika ose cili kontingjent le themi mund të ndihmojë më shumë në Gaza, duke e ditë që atje është gjendja jo dhe aq e mirë, pra kërkim shpëtimi mund të jetë njëri prej kontingjentëve më të suksesshëm që mund të ndihmojë atë pjesë atje? Çështjet ushtarake janë shumë komplekse dhe nuk mund të veçohet një strukturë, një njësi e veçantë, pra që të jetë pjesë përbërësore, por ne dimi që është vend konflikti